Përveç ujit dhe qumshtit, ilirët e lasht konsumonin edhe disa nga pijet më të vjetra të njerëzimit. Sipas dëshmive të historianëve, popujt ilirë konsumonin në sasi të mëdha verën, madje e kanë njohur këtë pije shumë më kohë përpara kolonizimit të Adriatikut nga fizet greke. Sipas Strabonit, ilirët e Panonis njoheshin për kultivimin e ardhive dhe prodhimin e verës me cilësi të lartë, ndërsa taulantët kanë qenë të njohur për një pije të veçantë me bazë mjaltin, që ndoshta i përzihej me verën. Të shumtë janë historianët që tregojnë se ilirët kanë konsumuar në masë edhe birën. Ilirët hanë dhe pinë duke ndenjur. Nga ana tjetër, nëpër Gosti marrin edhe gratë me vete, për të cilat është një gjë e mirë që të pinë për shëndetin e cili do nga të pranishmit. Kur pinë, ilirët i mbështjellin barqet e tyre me breza të gjerë dhe këtë gjë në fillim e bëjnë me masë, por sa më tepër që pinë aq më tepër e shtrëngojnë brezin, thoshte Theon Pombi. Nuk dihet me saktësi se kur u zbulua bira, por sot provat më të lashta për ekzistencën e birës mendohet të janë rreth më së 6000 vjet dhe përshkruan nga qytetërimi i lashtë i Sumerëve. Bira besohet se u shpërnda në Europë nga gjermanët dhe keltët, duke mbetur pija e preferuar e europianëve. Birrat e para kishin në përbërjen e tyre fruta, mjalt, bimë të ndryshme, erza, por edhe substanca që tashmë njihen si substanca narkotike. Galët e vjetër e kanë quajtur bukë të lëngët për çka ka shumë arsye. Popullata e lashtë ilire përveç kultivimit dhe përpunimit të rrushit, njëkohësisht prodhoi edhe birën vendase me bazë elbin, të cilën kryesisht e përdornin aristokracia ilire. Kontinuiteti i prodhimit të birës është ndërprerë me depërtimin dhe pushtimin e perandorisë osmane në Ballkan.